Egnatia, një fitore të madhe, historike, me madhe arritur ndonjëherë në historinë e saj, 6-1 me Petro Kuber, rezultati i jashtëzakonshëm. Po, protagonist Bitri. Shtyll më duket, qa pa shumë? Shtyll, ishte mirë, Alister. Dhe Egnatia bëri një performancë shumë të mirë. Një fitore jashtëzakonshme e Egnatias në kupën në Champions League, që për klubin prodhon para dhe mundësit të mëdha që tashmë ai ekip të shkoj dhe në grupe. Po, shkon turin e dytë dhe ka mundësi që të kaloj në grupet e Conference League, do tjetë diçka e jashtëzakonshme për Egnatian. Sa doli ndeshja? 6-1. Kush bëri gole? Bitri? Bitri bëri gol, një performancë mjaft mirë, tregoi që është një lider, mënyra se si vjen tek Egnatia pas eksperiencave jashtë vendit, lidhet shumë mirë. I pjekur plotësisht. I pjekur, Gruda ishte protagonist me gol, Bakayoko, pra të gjithë lojtarët, trajneri Dede ka arritur të marrë. Bravo qoftë Nevilit. Atë që s'kan bërë trajnerët e tjerë ka bërë Nevil Dede. Kjo është e rëndësishme. Në një kohë të shkurtër dhe në një arenë ndërkombëtare përballë një ekipi që pavarësisht se konsiderohen ndonjëherë kundërshtar të lehtë, në vitet e fundit ne kemi parë që na kanë eliminuar dhe ekipe nga Luksemburgu, Bosnia. Jo, nuk ka. Dhe kjo ishte një performancë. Disa kishin buxhetin ata, kush e di sa fish. Më shumë se ne. Kanë dalë kampion Moldavi. Dhe kjo tregon domethënë një punë shumë të mirë që është bërë nga luajnë me kampionët e Slovenisë tani. Po, me Celjen. Me Celjen. Do t'jetë një tjetër ndeshje e rëndësishme, sigurisht jep më shumë shanse, kjo fitore jep motiv për të vazhduar, mënyra, merkato që është bërë, është diçka shumë pozitive që po ndodh tek Egnatia, pavarësisht ndryshimeve, Dede ka arritur shumë shpejt të ingranojë idetë e tij tek ekipi dhe janë përgjigjur. Ka marrë dhe elemente të rëndësishëm dhe kush e bën diferencën? Lojtarët shqiptar të cilët e njohin mirë kampionatin. Derë madhe europiane tani për Egnatian.